Murtaja është përhapur në 4 ferma të baktive të imta në territorin shqiptar. Të dhënat u bën publike nga Ministria e Bujqësisë, ku konfirmohet se numri total i baktive të prekura është 716, ndër të cilat 25 kanë ngordhur dhe 153 të tjera janë eliminuar. Po ashtu bëhet me dije se janë në proces eliminimi edhe disa krerë të tjerë. Rasti i parë me sëmundjen e murtajës së ruminantëve të vegjël në Shqipëri është regjistruar më 4 qershor në fshatin Domen të Postribës, ndërsa rasti i dytë është konfirmuar më 5 qershor në fshatin Vrent të Dibrës. Më 9 qershor u evidentuar rasti i tretë në fshatin Val të Martaneshit, ndërsa 2 ditë më pas rezultoi se është prekur nga murtaja edhe një tufë me bakti të imta në fshatin Polen të Skraparit. Ministria e Bujqësisë njofton se nga data 9 qershor është ndaluar përkohësisht lëvizja e dhëmbëve dhe vive të gjalla në të gjithë territorin e vendit, ku përfshihet ndalimi i lëvizjes së kafshëve të gjalla nga ferma në fermë, shtektimi dhe kullotja në kullota të përbashkëta, si dhe tregtimi i kafshëve të gjalla në mjedise të hapura. Nga ana tjetër, lejohet vetëm lëvizja e të imtave për në thertore, e shoqëruar me certifikat shëndetësore veterinare, të lëshuar nga veterineri zyrtar i shërbimit. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë ka ngritur 39 grupe kontrolli, ndërsa bëhet me dije se murtaja nuk transmetohet nga kafshët e njerëzit. Ndërkohë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka vendosur ndalimin e importit të dhëmbëve dhe vive nga i gjithë territori i Shqipërisë pas konfirmimit të rasteve të shumta të murtajës.